تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor El Muharrar fil Hadith të Ibn Abdul Hadi El Hanbali rahimahullah, dhe jemi te libri Kitabul Jihad, libri I gjihadit, te hadithi I cili këtu është domethënë në renditje ku thot autori 792. An ibn Aun rahimahullah قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إليه: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى سبههم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان في ذلك الجيش. متفق عليه واللفظ لمسلم. Këtë hadith që e transmeton Abdullah ibn Aun rahimahullah, që është njëri prej dietarëve të mëdhtë të selefit, ku thotë se I ka shkruar letër Nafi Maula ibn Umar. Nafiu domethënë shërbetorit të Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma, duke e pyetur rreth çështjes domethënë e dua qabla al-qital, domethënë thirrja ose ftesa në Islam para fillimit të luftimit. Se si qëndron domethënë çështja në Islam, ftesa ose thirrja e atyrve njerëzve domethënë në Islam, para se me fillu domethënë me I luftu. Atëherë ma kthej domethënë letrën, ma kthej përgjigjen, edhe duke I thënë domethënë se një gjë e tillë është është zbatu domethënë thirrja në Islam, para se me fillu domethënë të zhvillohet luftimi. Kjo domethënë ka qenë në fillim të Islamit. Fi awwalil Islam. Sepse ma vonë ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wassalam fisin Beni Mustaliq I ka sulmu pa pritmazi, dhe I ka kap domethënë të papregaditur dhe të pavëmendshëm, duke domethënë ata I kanë patur domethënë bagëtit e tyre domethënë te pusi ose te burimi, ku I kanë domethënë u kanë thënë ujë bagëtive të tyre, kur I ka sulmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu ka ndodhur që luftëtarët e këtij fisit Beni Mustaliq janë vrarë, kurse ato të tjerit, gra, e fëmijë e kështu me radhë domethënë janë marrë domethënë peng të luftës. Edhe prej atit pengu të luftës në atë ditë ka qenë edhe El Juwayriya bint El Harith. Edhe ky El Harith ka qenë domethënë ka qenë prijesi I këtij të fisit. El Harith ka qenë prijesi I këtij të fisit, që në disa rivajete, në disa transmetime, përmendet domethënë se ky prijesi El Harith ibn Dirar ose Darar është vrarë, e kanë vrarë. Kurse Sheikh Arafati hafidhahullah në shpjegimin e këtij hadithit thotë se ky person domethënë ka hyrë në Islam, e ka pranuar Islamin domethënë dhe është bë musliman dhe është bë domethënë prej sahabëve ridwanullahi alejhim. Në fund të hadithit thot Nafiu rahimahullah wa radiyallahu anhu se këtë hadith në lidhje domethënë me fisin Beni Mustaliq, se pejgamberi alayhi salatu wasallam I ka sulmuar ata
duke qenë ata të papregatitur e kështu me radhë, pa me i lajmëru domethënë, deri në fund të hadithit. Këtë hadith ma ka transmetu, thot Nafi, Abdullah ibn Omeri, sepse ka qenë, ose ka marrë pjesë, domethënë, në atë luftim. Ka qenë pjesëmarrës, domethënë, Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, në këtë domethënë, në fushbete. Sepse në fillim, po ta mos kishte përmendur në fund të hadithit, se këtë hadith ja ka transmetu Abdullah ibn Omeri, atëherë do ishte hadithi irsal, mursal, që nuk lidhet domethënë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Por në fund e tregon domethënë lidhjen mes atit Nafiut rahimahullah dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ai ka qenë domethënë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma. Sa i përket domethënë ajo thirrja ose ftesa e atyre njerëzve domethënë pabesimtarve në Islam para se me fillu të zhvillohet lufta. Fuqahat e Islamit, siç e thot Imam Uthaymini rahimahullah, kanë thënë se ata njerëz tek të cilat u ka arritur mesazhi i Islamit, u ka shku mesazhi domethënë, kanë dëgjuar, ata me i ftu tash në Islam, në këtë situatë është e pëlqyer, por nuk është wajib. Sepse ata kanë marrë vesh për Islamin, kanë dëgjuar, domethënë, dhe jo është ngritur argumenti. Sepse Sheikh Arafati hafidhahullah e përmend këtu çështjen e çifutëve që kanë shku domethënë ose i kanë përzon prej Medine dhe kanë shku në Khajber. Kur ka ardhur puna që me i luftu në Khajber, i ka thënë Aliut radiallahu anhu, kur të shkojsh tek ata, thirrin në Islam. Thot shehu, a nuk e dishin ata Islamin që nga Medine kur kanë jetu? E kanë ditur domethënë. Kjo tregon domethënë se është e pëlqyer. Kur dikush domethënë se dikujt i ka mri mesazhi i Islamit, edhe para se të zhvillohet lufta, atëherë domethënë është e pëlqyer të ftohen në Islam. Sa i përket atyre njerëzve që nuk kanë dëgjuar për Islamin, atëherë në këtë rast është obligim domethënë me i ftu në Islam. Sepse Sheikh Arafati hafidhahullah thot, si mundesh domethënë ti tash diçka tu kërkosh atynve ose të ndjekin ata, pa tu mësojsh dhe pa tu tregosh, dhe ndoshta mendojnë ata janë hajduta ndoshta, lusus, kanë ardhur me na i marr pasurit, me na i marr domethënë na çka posedojnë. Kurse synimi, siç e do e shohim në vazhdim, domethënë synimi i xhihadit nuk është domethënë siç e thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, me zgjeru pushtetin, me marr pasuri dhe pozitë në tokë, nuk është ky synimi domethënë i xhihadit. Por synimi i xhihadit është ngritja e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Pra domethënë kjo është sa i përket domethënë çështjes së Nafiut rahimahullah, që përmendet tu ka qenë fi awwalil Islam. Kjo vazhdon, se disa kanë thënë këtu fi awwalil Islam, fi Jaziratil Arab, në gadishullin arabik, ma vonë domethënë pas një kohë, kur kanë jetu këta burrat mëdhej, mo të gjithë domethënë kanë marrë vesh për Islamin, kanë dëgjuar domethënë edhe domethënë dashamirësit të Islamit, edhe armiqtë të Islamit domethënë e kanë marrë vesh për Kur'anin, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Pra domethënë ky ka qenë domethënë ai kuptimi që ma vonë domethënë aty njerëzit rrethi domethënë e gadishullit arabik e kanë kuptuar domethënë dhe kanë dëgjuar domethënë kanë dëgjuar për Islamin, për Islamin. Këtu ky fis Benil Mustaliq, fisi Benil Mustaliq, kanë banu domethënë, thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, rreth 120 kilometra larg Mekës. Rreth 120 kilometra domethënë larg Mekës. Dhe lufta kundër tyre është zhvilluar në vitin e 5 pas Hijretit, në muajin Shaaban, që do të thotë domethënë para luftës së Hendekut. Sepse disa prej dietarëve kanë thonë se
kjo luftë, kjo ghazwa ka qenë në vitin e 6, e disa kanë thënë në vitin e 4. Por ajo që është më e saktë thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, se është domethënë në vitin e 5 në muajin Shaaban. Argumenti për këtë thotë Sheikhu se sahabiu i nderuar Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu ka marrë pjesë në këtë luftë. Ka marrë pjesë domethënë në luftën e Beni Mustaliq. Sepse po të ishte në vitin e 6, kurse Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu istushhida. Ra shahid domethënë në luftën e Hendekut. Kështu domethënë nuk mundet me qenë viti i 6. Por me që sa i ka marrë pjesë në këtë fushbete, atëherë do të thotë domethënë se ka qenë para fushbeteja domethënë të Hendekut. Dhe kur e kanë korë muslimanët këtë fitore të madhe këtu, sepse barakallahu fikum këtu njëherë Gjuajria radiallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wassalam e lishoi në liri dhe u martua me të. Dhe Aisha radiallahu anha e përmend domethënë Gjuajrian radiallahu anha se ka qenë domethënë në gru shumë e bukur. Kur e ka martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato të tjerit prej sahabëve që kanë pas pengje si nderim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shkak se tash është bë dhëndër të atij fisit, i kanë liru ata edhe ato që kanë pas nën pronë e tyrve. Dhe kështu ka ndodhur domethënë pas kësaj që i tërë fisi Benil Mustaliq janë bërë musliman. Edhe kjo tregon domethënë bukurinë e Islamit. Se po të ishte domethënë, po ta kishin pa ata njerëz që fillimisht edhe do e shohim tash domethënë shkaku i luftës. Se fillimisht domethënë ky fis Benil Mustaliq dhe prijesi i tyrve El Harith deshte me shku në Medinë dhe me i sulmu muslimanët në Medinë. Pasi që edhe në luftën e Uhudit u bo aleat të kureshitëve, Benil Mustaliq. Domethënë, në luftën e Uhudit, ky fis ka marrë pjesë duke i ndihmuar mushrikët e Mekës kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe shokëve të tij ridwanullahi alejhim. Ma vonë domethënë, sikurse kjo u dha atynve, pam ne çka ndodhi me ato musliman në luftën e Uhudit, hajde tash domethënë do shkojmë edhe për s'dyti, edhe tash vetë do shkojmë. Kur e mori vesh pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë lajm, atëherë i parapreu. Ai u shkoi atje. Dhe i kapin befasi. Që do të thotë këtu domethënë kjo histori dhe kjo ndodhi që këta njerëz domethënë e kanë ditë për Islamin. Nuk ka pas nevojë të ngritet argumenti edhe të folet për Islamin, se e kanë ditë, e kanë marrë vesh domethënë. Bile i kanë luftuar muslimanët. Edhe i kanë luftuar domethënë për shkaku i fesë që kanë patur, jo diçka tjetër domethënë. Shkaku i Islamit, shkaku i tauhidit, domethënë i kanë sulmuar muslimanët në Medinë, bashkë me kureshit. Kjo është njëri prej shkaqeve domethënë, që ata kanë dashur domethënë të sulmojnë muslimanët në Medinë, dhe po ashtu thotë Sheikh Arafati hafidhahullah se vendi gjeografik, si me thonë, ku gjendet ky fisi, është rrugë domethënë ky që ku shkohet domethënë për Mekë edhe të kthesh në Medinë. Që shumë prej sahabëve ridwanullahi alejhim kanë hasur domethënë në vështirësi gjatë rrugtimit. Që her pas herë domethënë ky fis i ka sulmuar muslimanët. Edhe kjo ka qenë domethënë njëri prej shkaqeve, por shkaku kryesor është ajo që ata kanë dashur me shku në Medinë dhe me i sulmu muslimanët aty domethënë në shtëpitë e tyre. Prandaj domethënë edhe kanë ditë ata për Islamin. E kanë ditë domethënë për Islamin. Kur e kanë korë muslimanët këtë fitore madhështore, që kanë fitu domethënë këtë fushbete, pas kësaj fitore, thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, se këtu kanë ndodhur shumë sende domethënë të rënda. Prej tyre është domethënë el-ifk. Shikoni domethënë si punojnë munafikët, si punojnë armiqtë e Islamit. Çdo herë domethënë kur Islami domethënë kor fitore, kur janë domethënë selefit, duke fitu, vinë domethënë disa edhe dund me bë përçarje.
du me shkaktu huti, du do më thonë me i rëzu, edhe këtu ku ishte sulmi? Sulmi ishte do më thonë në nderin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, do më thonë me ja përly, do më thonë me ja njollosur nderin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kur e pan munafikat, do më thonë se si u shkoj kjo muslimanëve për të mirë, atëherë deshin do më thonë që të bëjnë do më thonë nga tresa, duke filluar do më thonë ta sulmojnë Aishën radiallahu anha për diçka që ajo ishte e pastër. Për diçka do më thonë që ajo ishte e pastër. Dhe po ashtu thotë Sheikh Arafati hafidhahullah se Juwayriya radiallahu anha ka jetuar 70 vite. 70 vjet, do më thonë në vitin 50 hijri ka vdek. Do më thonë mas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasallam ka jetuar edhe 40 vite. Po të ishte diçka që ishte futur në islam prej frikës, prej diçka presionit, ishe pas mundësi do më thonë të lirohet tash. Edhe, ama jo, ka qenë e vërteta dhe realiteti që kanë hyrë në islam do më thonë me bindje të pastër. Kanë qenë do më thonë të bindur. Kanë qenë do më thonë të bindur se islami është e vërteta. Se islami është do më thonë e vërteta. Edhe thot Sheikh Arafati hafidhahullah se dietarët kanë unifikim, pajtueshmëri. Kanë pajtueshmëri, do thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka luftuar askënd përderisa nuk i ka arritur atij daveti thirrja e islamit. Dhe këtë ijma e kanë përcjellur at-Tabari, Ibn Hazm wa Ibn Rushd. Dhe kjo është e saktë. Ka disa, thot Sheikh Arafati hafidhahullah, dhe shikoni do thonë këto perla dhe këto hulumtime, do më thonë tash, edhe çështja e Sa'd ibn Muadhit, ka do më thonë dëshmor, shahid në vitin e 5, do më thonë në vitin do më thonë vitin e 5 të luftës së Hendekut, e pak disa muaj përpara, do më thonë ka marrë pjesë të lufta e Beni Mustalik. Këto sene do më thonë nuk mundesh kështu kollaj me i gjet. Duhet hulumtim të bësh. Edhe prandaj, kjo është ajo çudia dhe për të çuditur, se nëse dikush me të vërtet e ka kuptu dijen, kupton çfarë është dije, domethënë, kupton çka do të thotë dituri, me të vërtet ke ky burr shihet qartë se ky domethënë ka dije të gjerë dhe është i felluar në dije. Jo që është shehu jonë edhe ne ta bëjmë domethënë është i madh, është kështu, është ashtu. Vepra e tregon. Vepra në vete. Thotë shehu në vazhdim. Ka disa prej dietarëve të vonshëm, që kanë ardhur ma vonë, që e kanë kundërshtu këtë ixhma. Janë disa domethënë. Janë disa domethënë dhe kundërshtimi i tyre nuk ndikon në këtë ixhma që ka përcjell domethënë Ibn Rushd, at-Tabari dhe Ibn Hazm. Edhe ajo është domethënë ixhmaja qëndron që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka domethënë luftu, nuk ka bë luftë kundër askujt, për vetëm se i ka arritur një herë mesazhi i islamit, thirrja e islamit, ftesa, e pastaj domethënë nëse siç e do e shohim tash në hadithin në vazhdim, ata nuk e kanë pranuar islamin, as nuk kanë dashur me pagujt xhizja domethënë tatim, as atëherë domethënë opsioni i fundit është domethënë me i luftu. Edhe ai luftimi domethënë ka rregulla. Sheikh Fozani hafidhahullah thot, si lufta për mbrojtje, ashtu edhe lufta e sulmit, patjetërsohet me pas pushtetar prijes. Se dikush mundet me keq kuptuar që me thënë për xhihadu def, nuk ka nevojë për prijes, wali el amr. Thot shehu, ju i keni pa ato vende që prej armikut janë sulmu dhe ata janë bë grupe kanë filluar ta luftojnë atë armikun, në fund janë kap mes vete. Pse? Se nuk kanë pas prijes. Edhe secili ka thënë unë e du. Unë e do bëhem. Unë e du karikën. Unë e kështu. Ne ma shumë, ne kështu. Edhe në fund kur janë kap kështu, ka ardha armiku prap edhe va ka marr krejt.
edhe ata kanë me domethënë në duarthat. Pse? Sepse nuk ka pas prijes aty. Nuk ka pas prijes. Pastaj hadithi i radhës, që është një hadith i gjatë dhe hadith madhështor, ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Sulejman ibn Burejda, an abihi radiyallahu anhu qal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. Këtu Sulejman ibn Burejda rahimahullah tregon nga babai I tij radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e caktonte një emir për ndonjë ushtri ose ekspedit ushtarake, se thot Sheikh Fozani hafidhahullah, ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wasallam vetë ka marr pjesë. Vetë ka marr pjesë domethënë në ato luftime dhe ka ndodhur domethënë që në disa raste Nema tuka. Ne damo, vamo dolu. Tamam. Aleikum selam. Do njëherë, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka marr pjesë vet aty domethënë në ato luftimet. Edhe thotë Sheikh Fozani hafidhahullah që I pari në radhët e para kur ka marr pjesë në ato luftime ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe sahabët e tij ridwanullahi alejhim I kanë përballu shigjetat me gjokset e tyre. Jo domethënë duke ikur. Me e kap shigjeta I përmas domethënë. Në shtëpi. Jo. Te gjoksi domethënë. Por ka ndodhur edhe situata që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka caktuar dikën. Ka caktuar dhe e ka dërguar domethënë për një vend të caktuar. Ose të do një fis të caktuar. Ausahu e ka porositur atë personin. Atë do më thonë komandantin e ushtrisë, do më thonë kush, edhe thot Sheikh Fozani hafidhahullah, këto çështje që me caktu dikën si komandant, janë prej kompetencave të imamit, do më thonë prej kompetencave të pushtetarit. Nuk ndodh thot Sheikh Fozani që njëni e bon vetën I veçuajturi do më thonë prijes, edhe u thot njerëzve ju duhet me ma dhënë besën, edhe hajdeni edhe fillojmë tash të luftojmë. Kjo është fauda, kjo është në thonë kaos, thot Sheikh Fozani. Çrregullim. Edhe nuk ka lidhje do më thonë me gjihad e shar'i. Nuk ka lidhje kjo. Kjo është fauda do më thonë. Do më thonë e ka porosit pejgamberi alayhi salatu wasallam atë personin me pas frikë Allahun. Me pas frikë Allahun. Dhe me pas frikë Allahun për ata muslimanët që ai ka me vete. Edhe të jeti mirë me ata. Thumma qal, ughzu bismillah. Do më thonë, luftoni në emër të Allahut. Do më thonë, yesta'inu wa yatawakkal ala Allah. Kërkon ndihëm tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse thotë Sheikh Fozani dhe kjo fjalë meriton të shkruhet domethënë me shkron të arta, el medar. Çështja nuk sillet rreth kathra wal quwa. El medaru el imanu was sidq. Çështja sillet domethënë te besimi dhe sinqeriteti. Jo pajisja. Ato pajisja thotë Sheikhu po es silah dhe gjejsh dhe rijal janë esbab. Lakin an-nasr, fitoria min Allah, biyedillah. Është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Ughzu bismillah fi sabilillah. Kjo është domethënë. Fi sabilillah, me qenë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Jo me fitu lek, jo me fitu pastaj postet ministrit, e ku e diçka. Jo. Fi sabilillah. E pastër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Qatilu men kafara billah. Kjo është domethënë. Me luftu ata që I kanë bërë Allahun subhanahu wa taala pa besim. Ughzu wala taghullu. Luftoni në rrugën e Allahut dhe mos e fshehni domethënë plaçkën e luftës. Se kjo është thotë Sheikh Abadi hafidhahullah min al-kaba'ir. Me fsheh domethënë luftëtari
ushtari, domethënë, me gjuhën e tashme, ushtari me fsheh, domethënë, në plaçkën e luftës, është prej mëkateve të mëdha. Por pasi që të shpërndahet ajo, domethënë, nga pushtetari, atëherë çka bën ai me atë pasuri është e drejta e atij. Është e drejta e atij. Wala taqdiru, as mos tradhtoni, domethënë atyrve kontratave, fjalës së dhënë që e keni dhënë, mos e tradhtoni. Wala tumathilu, e as domethënë mos mja deformu ata gjymtyrat e trupit, pasi mos me I masakru, domethënë. Pasi që thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, nëse kalon domethënë te ajo faza e fundit që nuk mbet për vetëm se mi luftu, atëherë luftohet edhe nuk bëhet aty domethënë masakër edhe e çrregullimi kështu me radhë. Wala taqtulu walidan, edhe as mos I vrisni fëmijët. As mos I vrisni domethënë fëmijët. Wa idha laqita aduwak min al-mushrikin fad'uuhum ila 3 khisal. E nëse ballafaqoheni me armikun tuaj nga idhujtarëve, atëherë të bësh domethënë në thirrje në 3 sene. E para, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ud'uuhum ila al-islam. Thirrja ata domethënë në islam. Thirrja në islam. Domethënë, qëllimi I xhihadit është me nxjerr njerëzit nga errësirat e kufrit dhe shirkut dhe me I fut në dritën e imanit dhe besimit dhe tauhidit dhe sunnetit. Me nxjerr domethënë nga rrugën që I çon në zjarrin të përhershëm dhe me I qit në rrugën që I çon në xhennet. Xhennet ose nga fillimi thotë Sheikh Abadi, ose nëse janë pastaj musliman dhe me katare kështu me radhë, edhe dënohen ndoshta për një periudhë të caktuar në zjarr, por fundin e kanë prap xhennetin. Ama nëse vdesin në atë rrugën e parë, në kufrin e tyre, atëherë për gjithmonë dhe për herë, pa fund janë në zjarrin e xhehenemit. Ky është domethënë e para ud'uhum ila al-islam. Jo domethënë sendi I parë me I masakru, sendi I parë me I vra, sendi I parë domethënë ti shkatrojsh. Jo. Ud'uhum ila al-islam. Thirrni ato domethënë në islam. Fejna gjabuke faqbel minhum, me njëherë domethënë. Nëse ata e pranojnë islamin, atëherë ti pranoje për atynve atë pendimin që e shfaqin. Do thonë mos shiko zemrën si e kishte qëllimin, ku e kishte, mos u avështirso. Mos u avështirso domethënë kthimin dhe pendimin dhe konvertimin. Faqbel minhum wa kuffa anhum. Dhe domethënë ndalo çdo gjë, domethënë çdo lloj dëmi dhe atyrve domethënë. Mos u bë domethënë asnjë farë lloj dëm. Thumma ud'uuhum ila at-tahawul min darihim ila dar al-muhajirin. Nëse e pranon islamin, atëherë ftoj ata që të shpërngulen nga vendi ku jetojnë te vendi domethënë të muhaxhirëve. Domethënë në Medinë. Që të shpërngulen domethënë nga ai vend në Medinë. Wakhbiruhum annahum idha fa'alu dhalik falahum ma lil muhajirin wa alayhim ma 'ala al muhajirin. Atëherë nëse ata, domethënë lajmëroj ata, edhe kjo tregon domethënë se ai komandanti duhet me pas dije. Jo komandant pa dije. I ka tek ai kanë kap ata emocionet aty edhe thotë unë bëhem komandant. Ai asnjë rregull nuk e din, edhe del aty përpara. Jo. Dietar gati me qenë. Edhe do shohim në hadithin tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam para se me fillu të zhvillohet luftimi u ka marrë hutbe. Tash ajo është sunet për sunetëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ai komandanti duhet të mbajnë një fjalim tash, ti përkujtojnë ata që I ka para vete. Dhe si me pasaj taku Allah dhe me pas frikën Allahun për ata që I ka nër vete kur s'ka dije. Sepse thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, nëse ai personi nuk ka takua, ai ka me pasu epshin e vet. Kush e pason epshin e vet? As vetë si bën të mirë, e as të tjerëve që ka nër pushtetin e tij ose nën udhëheqjen e tij. Pastaj tregoju atynve domethënë, nëse pranon islamin dhe të shpërngulen në vendin e hijretit, atëherë ata
i gëzojnë domethënë ato të drejtat që i gëzojnë po ashtu edhe el muhajirun. Fa in abaw an yatahawwalu minha, nëse ata refuzojnë të shpërngulen, janë bërë musliman, ama refuzojnë të dalin të lishojnë vendet e tyre. Atëherë, fakhbirhum annahum yakununa ka a'rabil muslimin. Atëherë tregoj atyre domethënë se ata i gëzojnë ato të drejta sikurse edhe beduinët që i gëzojnë. Yajri alehim hukmullahi alladhi yajri ala al-mu'minin, domethënë ndaj tyre domethënë vlen gjykimi i Allahut subhanahu wa taala sikurse edhe vlen për besimtarët. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fay'i shay'un, por atyre nuk u takon asgjë domethënë në prej plaçkës së luftës edhe ato fitore që i korrin muslimanët. Illa yujahidu ma'al muslimin, për vetëm se nëse dalin bashkë me muslimanët dhe luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Fa in abaw fas'alhum al-jizya. Nëse ata refuzojnë ta pranojnë islamin, atëherë kërko prej tyre tatim, gjizja. Do thonë, jo, prap, tash nëse ata nuk pranojnë islamin, jo me njerë me i luftu, jo. Shkalla e dytë është, hapi i dytë është, el gjizja do më thonë, tatim. Fin ajabuke faqbel minhum, wa kuffa anhum. Nëse ata do më thonë pranojnë të paguajnë gjizje, atëherë pranoj do më thonë, mos diskuto. Prano do më thonë gjizjen prej tyre dhe ndalo do më thonë çdo lloj dëmtim ndaj tyre. Fa in abaw, nëse edhe gjizjen nuk duan ta paguajnë, fasta'in billah wa qatiluhum. Atëherë kërkon ndihmë tek Allahu subhanahu wa taala dhe luftoj. Pastaj hadithi vazhdon dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa idha hasarta ahli hissin فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أحون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا." Do më thonë, në vazhdim të hadithit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse i rrethon njerëzit në fortesat e tyre, dhe ata kërkojnë prej juve që ju t'u jepni besën e Allahut dhe të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Mos u jepni besën e Allahut subhanahu wa taala dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por do më thonë, jepuni besën tuaj dhe besën e shokëve tuaj. Sepse nëse ju e shkelni besën tuaj, kjo është do më thonë ma e lehtë, se sa do më thonë të shkilet, t'u jepni do më thonë besën e Allahut subhanahu wa taala dhe pastaj do shta dikush bën ndonjë gabim, ndonjë rrëshqitje, edhe ata thonë pastaj shikoni muslimanët domethënë në çfarë madhërim kanë për Allahun subhanahu wa taala, që mos më ndodh një gjë e tillë, edhe ky hadith e kena mësuar domethënë në Kitabut Tauhid. Ky hadith është në Kitabut Tauhid, që lidhet me temën edhe me tauhidin domethënë, që kjo tregon domethënë në lart madhërim për Allahun subhanahu wa taala në zemrat e besimtarëve dhe muslimanëve. Nëse prap, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, i rrethon njerëzit në fortesat e tyre kështu me radh dhe kërkojnë ata prej teje që ta zbatojsh mbi tyre gjykimin e Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, mos prano, po gjyko me gjykimin tënd, sepse ti nuk e di a ke qelluar gjykimin e Allahut ajo. Këtu shikoni do më thonë, edhe kjo tregon se me të vërtet, kjo fe nuk ka mundësi me qenë për një njeriut. Këtu të pjesa do më thonë, të dhimë, të besa, përmendet besën tuaj dhe besën e shokëve të tuaj. Sepse edhe udhëheqësi, komandanti i ushtrisë, do më thonë, përgjigjet ose ka përgjegjësi për veten e tij dhe çdo ushtar dhe luftar aty domethënë ka përgjegjësi për atë pjesën që e mban ai.
Kurse kur vjen puna domethënë te hukmi, te gjykimi, nuk i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam këtu gjykimin tënd dhe gjykimin e shokëve tuaj. Pse? Sepse këtu gjykon vetëm komandanti atëherë. Nuk gjykon gjithë ata aty që marrin pjesë. Se ndoshta ai tjetri mundet me luftu, ama nuk e ka atë kompetencë me gjyku. Se gjykimi dhe luftimi janë dy sende ndryshme. Dy sende të ndryshme, barakallahu fikum. Këtu, Shekhu Themini, rahimahullah, të shpjegimi i këtij hadithit, kjo pjesa e fundit, domethënë me çështjen e besës edhe çështjen e gjykimit, thotë Shekhu Themini, rahimahullah, mos kujton dikush domethënë se nëse anulohet domethënë ose prishet besa e dhënë nga muslimanat, se një gjë e tillë është e lehtë, edhe kjo është e rëndë dhe peshon shumë. Por kur krahasohet kjo domethënë, kur dikush fol në emër të Allahut subhanahu wa taala, edhe kur fol në emër të vetit domethënë të atij personit, atëherë nëse prishet ose ai e anulon domethënë dhe ka fol në emrin e vet, atëherë kjo është më e lehtë. Por prap domethënë kur shihet kjo në mënyrë domethënë të pamvarur dhe individuale, edhe kjo është një çështje domethënë që është e rëndë dhe muslimani duhet me dhënë maksimumin domethënë të përpjekjeve që një gjë e tillë mos prishet. Nëse ai ka dhënë atij domethënë popullit, atyre domethënë në besën e tij për donjë çështje. Sa i përket hukmit domethënë, çështja është domethënë kjo thotë Shekhu Themini rahimahullah, ndoshta ka qenë domethënë në kohën kur ka qenë Kur'ani duke zbritur. Sepse kur shkon për shembull ekspedita ushtarake, edhe ndoshta qëndrojnë 2 javë, 2 muaj kështu me radhë, ndoshta brenda kohës ka ndodhur diçka që ai gjykimi ka ndryshuar. Edhe ai nuk e din këtë ndryshim, atëherë prandaj mos me thënë se kjo është gjykimi i Allahut, se ndoshta ka ndryshuar diçka. Diçka, ose thotë Shekhu Themini rahimahullah, se çështja kthehet domethënë te ijtihadi. Njeriu bën domethënë ijtihad, ai që çelloni ka 2 shpërblime, ai që gabon e ka domethënë 1 shpërblim. Por më e saktë thotë Shekhu Themini rahimahullah, në rrethana të tilla, me u thon njerëzve, ne u zbresim juve ose u ajapim juve gjykimin e Allahut për këtë çështje, sipas asaj që ne kena kuptuar prej argumenteve. Do thonë e lidh me çështjen me kuptimin. Do thonë, nëse gaboj, atëherë gaboj unë me kuptimin tem. Jo që do të thotë domethënë se është gabim, janë gabim domethënë tekstet sheriatike, asesi jo. Por nëse vërtetohet ma vonë se ka qenë gabim domethënë, atëherë ka qenë gabim domethënë kuptimi i atij personit. E jo domethënë gjykimin vete. Kjo është domethënë thotë Shekhu Themini rahimullah, është më e saktë domethënë dhe më e sigurta në këto rrethana. Thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, në lidhje me këtë hadith, ky ka qenë udhëzimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, që me u dhënë porosi dhe këshilla atyrve që i ka emërtuar dhe i ka caktuar domethënë si komandanta të ushtrisë. I ka porositur që ta kenë frikë Allahun subhanahu wa taala për veten e tyre dhe për ata që ata duhet të kujdesen. Edhe kjo kana nebiu sallallahu alaihi wasallam, kjo thotë Sheikh Abadi, ndodh që nuk do të thotë se çdo herë, po këtu tregon domethënë kana ala al-istimrar, se e ka bë një gjë e tillë pejgamberi alayhi salatu wasallam në mënyrë të vazhdueshme. Domethënë e ka porositur komandantin që me pas frikë Allahun subhanahu wa taala për veten e tij dhe për ata domethënë që i kanë nën udhëheqjen e tij. Edhe thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, bi taqwa Allah wa man ma'ahu min al-muslimina khayra. Thotë Sheikh Abadi, hadhi wasiyatun jami'ah. Kjo porosi është porosi domethënë në gjithë përfshirëse. Është porosi domethënë gjithë përfshirëse. Kelimatani azimatan,
janë dy fjalë, po janë fjalë madhështore. E para është me pas taku Allah, dhe po ashtu me qenë domethënë i mirë dhe bamirës ndaj domethënë ushtarëve. Që domethënë yuhsin ilejhim, që me qenë domethënë i mirë ndaj tyre dhe me i trajtu ata me një trajtim të bukur dhe të këndshëm. Shikoni, me i trajtu ata domethënë me një trajtim të bukur dhe të këndshëm. Dhe mos me i qu ose mos me u dhënë detyra që ata nuk mundet t'i përballojnë. Shikoni këto sende domethënë. Domethënë, kjo është domethënë për taku Allah, që mos me u dhënë atyre ushtarëve detyra që ata nuk mundet t'i përballojnë. Kur ja dish domethënë, edhe kjo tregon domethënë që komandanti duhet ta njeh ushtrinë e vet, sepse ushtarët dallojnë, nuk janë në të njëjtin nivel. Dikush më shumë, dikush më pak. Prandaj secili domethënë mia dhën detyrën domethënë që ai mundet me e përballu. Dhe nuk i ngarkon me sende domethënë që u avështirësojnë atynve jetën. Edhe kjo la taqtulu waliden, mos vritni fëmijë domethënë. Kjo është, thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, kur mundesh domethënë me i dallu domethënë njerëzit, luftëtarët dhe ata që nuk marrin pjesë. Edhe me kusht që ato fëmijë nuk marrin pjesë domethënë në atë luftim. Sa mundet me qenë fëmijë, po ka marrë pjesë aty. E kanë ushtruar, e ka trajnuar domethënë edhe ai lufton. Atëherë ka rregulla tjera për to. Por ai nuk ka aty domethënë dallohet, është në një anë tjetër domethënë. Atëherë domethënë nuk është e lejuar që ato domethënë me i dëmtu domethënë. Edhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah, dhe shikoni këtë perl, pse domethënë hapi i dytë është gjizja, nuk është luftimi. Se kur ata pranojnë të jetojnë nën ombrellën e muslimanëve dhe të paguajnë tatim, atëherë u mundsohet atyre ta shohin bukurinë dhe vlerat dhe drejtësinë e Islamit. Dhe patjetër pastaj do hynë në Islam ata. Se mos mendoni ju domethënë ato vende Egjipti, Algjeria, Maroko, Shami, se kretë kanë hyrë sa kanë shku sahabët atje dhe kretë kanë hyrë në Islam ata. Jo. Gradualisht, sidomos domethënë kur i kanë pa ato muslimanat se çfarë sjellje kanë ata. Dhe prandaj transmetohet domethënë se ata krishterët, domethënë koptët, si thonë kopt, domethënë kopt që janë krishterë domethënë në Egjipt, kur i kanë pa sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe në kryet aty Amr ibn Az radhiyallahu anhu, se çfarë drejtësi kanë dhe çfarë burrni kanë filluar domethënë të luftojnë romakët, sepse ata kanë qenë nën okupimin të romakëve deri në atë moment. Kur kanë pa drejtësinë e muslimanëve, u anë vërsul domethënë në okupuesve të vetë që kanë pas më parë. Edhe shumica domethënë atyrve koptëve kanë hyrë në Islam. Kur kanë hyrë në Islam, kur kanë pa bukurinë e Islamit. Barakallahu fikum. Dhe gjitha kjo domethënë njerë thirrja në Islam, pastaj gjizja tregon se synimi nuk është domethënë luftimi fillimisht. Nuk është fillimisht luftimi. Fillimisht është me i shpëtu ata njerëz. Me i shpëtu me hyrë në Islam për veten e tyre. Që kur ta shohin domethënë këtë bamirësi, këtë domethënë mëshirë që e kanë muslimanët. Këtë mëshirë domethënë që e kanë muslimanët. Dhe po ashtu Sheikh Uthemini rahimahullah thot në lidhje me këtë hadith, se prej dobive të këtij hadithit është se nuk lejohet domethënë fillimi i luftimit përderisa domethënë nuk ftohen ata në Islam. Sepse luftimi është wa akhirul marhala. Luftimi është domethënë hapi i fundit, po sipas asaj që u përmend pak më parë domethënë. Ato ndarje domethënë atyre që u ka arritur lajmi dhe mesazhi i Islamit, aty është e pëlqyer, atyre që nuk ka arritur është domethënë
patjetër domethënë që duhet të ftohen në Islam. Tash thotë Sheikh Uthemini rahimahullah sa i përket çështjes marrjes së xhizja, domethënë marrjes së tatimit. A vlen kjo vetëm për ehlul kitab dhe mexhus? Që kjo është e vërtetuar, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah në librin Allahu subhanahu wa taala, marrja e xhizjes për këtyre tre domethënë në pabesimtarëve, xifutëve, krishterëve dhe mexhusëve. Ose vlen marrja e xhizjes nga të gjitha llojet e qafirave? Thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, sipas në bazë të tekstit të hadithit domethënë merret xhizja domethënë nga çdo lloj qafiri. Pa marr parasysh a janë krishter, a janë xifut, a janë mexhus, ose janë hindu, ose janë çfarë do qoftë domethënë. Mirë domethënë në xhizja prej të gjithëve. Edhe thotë Sheikh Uthemini rahimahullah se ky hadith po ashtu aludon se luftimi me to nuk është qëllimi i luftimit domethënë që me i detyru ose me u imponu atynve që të hynë në fenë Allahu subhanahu wa taala. Se po të ishte kështu, rasti po të ishte i tillë, atëherë domethënë xhizja nuk do kishte asnjë farë rol. Nëse do ishte imponimi domethënë, t'ja imponojsh atij tjetrit fenë. Atëherë pse të caktohet xhizja domethënë? Se ai kur pagun xhizja domethënë, vazhdon në fenë e tij. Nuk detyrohet, domethënë, nuk i imponohet atij. Nuk i imponohet. Edhe nëse e shohim domethënë xhizjen që i caktohet atyre në Islam dhe xhizjen që ata sot i caktojnë njerëzve domethënë tatimet, ka shumë dallim domethënë. Shikoni atë tatimin Zvicër edhe në vende të tjera domethënë që ata caktojnë njerëz ose në Gjermani domethënë. Edhe ajo është tatim. Ajo shumë fish më i madh. Se dikush mundet me thonë, jo, po këta kanë pranuar Islamin për shkak se të ik xhizjes. Jo, ata më përpara dosha kanë paguar xhizje tatime të okupatorëve të tjerëve domethënë që i kanë pasë. Por realiteti është domethënë që e kanë pranuar, kush e ka pranuar Islamin domethënë me bindje. Me bindje. Edhe thot Imam Uthemini rahimullah. Po dikush mundet me thonë edhe shikoni domethënë kjo temë si është domethënë temë e ndërlikuar. Që kjo tregon, prandaj kanë thënë dietarët se për çështjen e xhihadit flasin dietarët më të mëdhej. A është, a nuk është, kur është, si është, do thonë nuk janë, siç e thotë Sheikh Fozani, ba'du juhal, disa ignoranta dalin edhe thonë hajde se ne luftojmë kështu ashtu. Jo, ata janë juhal. Dikush mundet me thonë, për çështjen e domethënë imponimit, që me argumentu se duhet të imponohet, thot Imam Uthemini rahimullah, që me thonë domethënë se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu la ilaha illa Allah. Jam urdhëruar domethënë që të luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë ata se nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut subhanahu wa taala. Derisa të dëshmojnë domethënë. Luftim derisa të dëshmojnë. Thot Sheikh Uthemini rahimahullah. Ky hadith ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë la ilaha illallah, është hadith i përgjithshëm i cili specifikohet dhe përkufizohet me hadithet e xhizjes. Shikoni? Kështu bashkojnë tekstet domethënë. Është hadith i përgjithshëm që këto hadithet e xhizjes e kufizojnë domethënë. E tash nëse ti nuk i din këto rregulla, këto hadithe, vjen dikush të mashtron, thotë shiko, hadithi është kështu, hadithi është Buhari, hadithi është Muslim, edhe të merr me vete. Edhe ti e shkatron veten, edhe ai veten e shkatron, edhe ti duke mendu se je të bëu diçka të mirë. Në realitet je të bësh shkatrim dhe çrregullim tokë. Po ashtu Sheikh Fozani hafidhahullah thot se për këtë hadithit përfitohet se organizimi, domethënë, ose zbatimi i xhihadit bëhet domethënë ose është prej kompetencave të pushtetarit.
ai është i cili ju nadhim, wa yushrif alej, ai është i cili e organizon dhe e mbikëqyr. Do të nuk është sallamadi, dilni do më thonë edhe boni çka doni ju. Jo, yushrif alej. Ai e merr do më thonë ato ushtarët do më thonë në përgjithësi do më thonë, nëse dalin dhe bëjnë. Edhe barakallahu fikum, qafirat do më thonë, ata i lexojnë këto sene. Prandaj ata i majnë librat e Ibn Taymiyes rahimahullah më mirë se ne që i mbajnë, edhe i ruajnë edhe kujdesen. Se po ta shofish do më thonë, edhe te ata, kush cakton se do luftohet edhe do bëhet. Do më thonë, kryetari, kreu i shtetit, a është ashtu? Nuk mundet se cili, do më thonë, kjo është me përgjithësi, që pastaj nëse ndodhin gabime kështu me radhë, ai kryetari, imami, i merr ato do më thonë përgjithësit. Jo nuk dihet pastaj kush ishte, kush boni, kush ka hëngër, kush ka pi, kush ka plaçkit, kush ka prish. Duhet dukish me dhënë përgjithësi. Pa, ju shrif alej. Dhe thot Shekh Fozani, u alejse lë gjihadu a'malun fardija. Gjihadi nuk është do më thonë veprimtari individuale. Se cili teket kështu, e mush çantën edhe hajde unë e po bëj. Jo. Nuk është kështu. Thot Shekhu se cili do më thonë merr një armë në dorë edhe pretendon për vete do më thonë unë e luftoj në rrugën e Allahut. Hadhi fawda. Kjo është do më thonë në çrregullim. Wa tusabbibu lil muslimin shururan kathira. Dhe ky lloj në thojza do më thonë xihad sipas këtyre xhawarixhve dhe tekfircave u shkakton muslimanëve do më thonë në shere të shuma. Shumë shere do më thonë, shumë dëme u shkakton. Edhe shikoni do më thonë, Delaj Bin Ladeni, demek se sulmon atje ku e di ku ka sulmu, edhe pastaj çka bojnë ata? Vakthejnë muslimanëve. Edhe muslimanat e hajnë pastaj. Fëmijët, gratë. Edhe ky thot, i mashtron ato të vetit, ne po luftojmë. A e pa se si e kemi gjunëzune Amerikën edhe këta edhe ata. Kurse që janë vra pastaj miliona e miliona në Irak, edhe në Afganistan, edhe në vende tjera, ata nuk futen, nuk bëhen hesap ata do më thonë. Kjo është fauda që thot Shekh Fuzani hafidhahullah. Dhe kjo është ajo që thot u shkakton musliman me shumë dëme. Dëme janë do më thonë maramense. Prandaj do më thonë kjo çështje do më thonë, pa tjetër thot Shekhu. Fala budda. Duhet kthehet do më thonë te pushtetari. Pushtetari legjitim, jo pushtetari veç shpallur. Në për shpellat e Toraborës, edhe asnjë se din a është i gjalla i vdekët. Jo, pushtetar legjitim. Edhe thot Shekhu Shekh Fuzani hafidhahullah. E asesi, nuk lejohet që një grup, qit'atun minan nas, do më thonë një grup ose një cop njerëzish do më thonë, disa njerëz, të dalin edhe njëri ta emërtojnë veten e tij si pushtetar, edhe me thonë hajdeni tash bëjmë kështu, bëjmë ashtu. Jo, asesi nuk bën kështu. Edhe te çështja se pejgamberi alayhi salatu wasalam çdo herë dhe gjithmonë ato komandantat i ka porositur me pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Kjo do më thonë e yuraqib Allah fi nafsihi wa tasarrufatihi wa fi ghayrihi. Kjo do më thonë ai komandanti me ndje do më thonë bikqyrjen e Allahu subhanahu wa taala. Jo tash është komandant ai edhe tu bën njerëzve çka don ai, edhe ti ke shtrajtojnë. Edhe kjo është do më thonë ajo shkalla më e lartë e Islamit. El ihsan, që ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala sikur se jetu e pa. Ajo pak më e ulta e kësaj është, e nëse nuk e sheh ti atë, ai të sheh ty. Ktu nuk ka nevojë për kamera. Takwa. Sepse takwa, thot Shekh Fozani hafidhahullah, është që ai me izbatu urdhrat e Allahut subhanahu wa taala dhe të largohet prej ndalesave.
dhe të largohet domethënë prej ndalesave dhe me pas kujdes domethënë ai komandanti për veprimet çka i bën ai vet dhe ndaj të tjerëve domethënë, dhe ndaj të tjerëve, sepse thotë Sheikhu Sheikh Fuzani hafidhahullah, kur ka njeriu takua, kjo takua e pengon njeriun ose e largon prej çështjeve që nuk ka në to hajër. E largon njeriun domethënë prej çështjeve që nuk ka në to domethënë në hajër. Edhe nëse nuk ka takua njeriu, thotë Sheikh Fuzani, atëherë ai personi del jashtë kontrollit dhe nuk mundet domethënë me i rregullu dhe me i kontrollu veprimet e tij. Sepse janë ata domethënë qujud shar'iyya, janë domethënë rregulla dhe kufizime sheriatike. Edhe kush domethënë nuk i friksohet Allahu subhanahu wa taala, ky person e ndjek domethënë në epshin e tij. Kurse çdo musliman, thotë Sheikhu Sheikh Fuzani hafidhahullah, qoftë domethënë në shtëpinë e tij, qoftë jashtë shtëpisë, qoftë në punën e tij, qoftë ai komandanti, qoftë ai pushtetari, qoftë ai ushtari, qoftë ai punëtori, të gjithë janë të urdhëruar ta kenë frikë Allahun subhanahu wa taala dhe fillimisht ai fillon me veten e tij. Fillimisht ai fillon domethënë me veten e tij. Dhe komandanti, thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, i merr parasysh domethënë dobit e atyrve që i ka nën udhëheqin e tij. Dhe i largon të gjitha llojet e mundshme domethënë të dëmtimit që mundet t'i ndodhen atynve. Do thonë nuk është puna, si u ka thënë atynve që në Siri, ata domethënë dexhallat e ISIS-it, janë mashtruar ata fëmijët e muslimanëve dhe u kanë thënë hajdeni, ty të ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Ty të ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Çka duhet domethënë të hidhesh në hava tash. Ai djalosh i ri, i Saudis ka qenë, e kanë mashtruar, ka thënë po ti sa viti je këtu, ka thënë që 13 vjet. Prej në Irak. Po ka thënë po ty për 13 vjet nuk zgjodhi Allahu e mu për 2 ditë më zgjodhi? Ka thënë ashtu e ke. Jo, ai duhet domethënë, ai që është i sinqert, që ka takwa. Se ata shumë herë domethënë xhawarit, pretendojnë domethënë se shikoni ju po i shpiononi muslimanët, tash ato komentet ata domethënë. Jo, shikoni ju për kënd domethënë në dobin të kujt punoni. Në dobin të kujt punoni domethënë. Se ai lloj xhihadit që ju e pretendoni ai nuk është xhihad legjitim dhe sipas fesë Allahun subhanahu wa taala. Dhe me atë lloj xhihad ju shkatroni muslimanët. Ju s'keni bë asnjë farë lloj dëm te rafidat ose te të tjerit. Vetëm në vendet e muslimanëve. Vetëm në vendet e muslimanëve. Dhe thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, ai domethënë mundohet për mirëqenjen e tyre. Allahu ekber. Secili të ka dëshirë të më qenë nën këtij lloj komandantit domethënë. Mundohet dhe preokupohet për mirëqenjen e tyre. Hakeza al-muslim, thotë Sheikh Fuzani. Kështu është muslimani. Yarfuq bimen tahta yadi. Ai është i butë dhe i mëshirshëm ndaj atyre që kanë nërvete, ai domethënë. Është i butë. Jo tash i keti ata nërvete, edhe ti bëjsh domethënë në kasapan. Edhe ti hedhësh në hava, ti djegish. Jo, ata kanë fëmijë, i pret dikush ndoshta. Ti je i mëshirshëm me ata. Ti je i mëshirshëm dhe i butë. Dhe thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, kjo vlen me qenë i butë dhe i mëshirshëm për çdo person që ka përgjegjësi. Qoftë ai drejtori i shkollës, qoftë ai drejtori i stacionit policor, qoftë prindi në shtëpi, qoftë pronari i punës i fabrikës ndaj punëtorëve, yarfuq bihim rifq, me qenë i butë, me qenë i mëshirshëm. Para mendo domethënë ai nëse vjen një
pa besimtar, edhe jeton në ombrellën e muslimanëve, dhe punon për një musliman, edhe ajo është i mëshirshëm me të, dhe nuk e çon më shumë se atë çka ka mundësi me mbajt. Çka do bëhet me këtë njeri, domethënë? Prandaj ato vende, domethënë, janë bon musliman. Gjitha Egjipti, gjitha Algjeria, gjitha Maroko, jo me shpata. Jo me shpata, po me dije, me drejtësi, me mëshirë, me butësi. Me morale të larta. Si thot Imam Maliku rahimahullah, kur i kanë pa sahabat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ato murgët domethënë të Shamit. Ata kanë pas dije, kanë dëgju domethënë për hawariunat e Isës alayhi salatu wassalam dhe kanë lexu. Kur kanë pas sahabat kanë thënë, wallahi, këto burra janë më të mirë se ato burrat që kanë qenë me Isa'in alayhi salatu wassalam, mbas asaj që kena lexuar. Kur e kanë fitu ata këtë mendim? Kur e fiton? Kur e shohin drejtësinë dhe bukurinë e Islamit. Jo kur shohin ata se bën ai masakër aty. Kur i masakron, çfarë mendim ai fiton tjetri? Ai fillon me pasuretje. Shikoni hadithin e Beni Mustalik. Hyn aty pejgamberi alayhi salatu wassalam, në fund bën ata gjithë musliman. Fund gjitha ai fis bën musliman. Edhe pse fillimisht kanë dashur me shkuën në Medinë me sulmu. Shikoni, prej armiqësi në dashamirësi dhe miqësi. Edhe thot Sheikh Fozani hafidhahullah se çështja e ghazu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është domethënë për dobin e njerëzve. Për dobin e njerëzve domethënë. Që me umri atynve domethënë e vërteta. Nuk është qëllimi domethënë që shteti të zgjerohet. Nuk është qëllimi resurset e aty të vendit. Nuk është qëllimi resurset. Nuk është qëllimi nafta. Tu amorish atyre shteteve. Nuk është qëllimi domethënë pozit me fitu. Jo. Qëllimi është që ata njerëz domethënë të hyjnë në Islam, shpëtojnë. Se kjo jetë është kalimtare. Se kjo jetë domethënë është kalimtare dhe kaluese. Shpejt kalon. I mençur është ai domethënë i cili hyn në Islam e përçafon këtë fe domethënë dhe kapet me dhëmballat e tij. Dhe nuk lishon pe. Dhe hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ور بغيرها. Tregon sahabiu nderuar Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur deshet të nisej në një ekspeditë ushtarake, ai e fshehte qëllimin e saj duke përmendur një drejtim ose një vend tjetër. Sipas hadadive gënjeshtër kjo. Kjo është logjika hadadive. Ku do shkojnë atje, po ti na ke thënë se do shkojmë atje në vend tjetër. Logjika e hadadive, prandaj kanë thënë, do ta kuptoni kuptimin e gënjeshtrës sipas Islamit. Se këtu do më thënë, dhe prandaj, me të vërtet më ka lënë për shtypje e fjala e Xhemalit, se aja bujadi mundet me ndiku, do më thënë, vetëm te logjikat evropiane. Se ai mundet aty me kap. Ka ku të kap, ka ku mi mashtru, se ata ashtu mendojnë, ma të logjik janë, do më thënë. Te arabt, as se venojnë e sapat personata. Me i thënë do një selefi të Algjeris, të Marokos, të Saudis, të Jemenit, jo po ka një abujad, jeton në Angli, edhe ai ka kundërshtu dietarë. Thotë, marroj puna atit. Nuk merrem unë. As se është ekspert, as se është ku e di çka është, jo nuk merret ai me atë. Ka marru puna atit. Kaç, shumë e shkurt. Ama në Evropë do më thonë, jo, ekspert, ka studiu, biohemi, kjo, ajo, qetër edhe ky në Evropë mendon që ky kupton. Edhe këtë mentalitet e kanë ata. Ata në Gjermani do më thonë, thoshin, unë du ta kuptoj vetë. A është i bën hedi, a është tjetri, a është katërti, unë du ta kuptoj vetë. Duke u mundu vetë me kuptu, me të dyat kam, mrena në fitnë i zhytur. Edhe sot kësaj ditë se ndalin për asaj fitnë me pretendim, unë du vetë ta kuptoj. Do më thonë, nuk mjafton fjala e dietarit madh Sheikh Rabia rahimahullah, nuk mjafton fjala e Sheikh Ubejtit rahimahullah, unë du vetë ta kuptoj. Unë jam shumë inteligjent. Kjo është barakallahu fikum. Dhe kjo është min siyaset i shar'iyya,
fi harbil a'da, thot Sheikh Zejdi rahimullah. Kjo është prej politikës shariatike një gjë e tillë me përdor. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në krye të kësaj çështjes, domethënë, menaxhimi i politikës shariatike. Edhe po ashtu hadithi i radhës an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al harbu khad'atun. Domethënë, lufta është mashtrim ose strategji. Është domethënë në mashtrim dhe strategji. Domethënë, njeriu nuk I shfaq ato taktikat e veta, komandanti domethënë e ushtrisë. Edhe sot domethënë, ju nuk I keni pa, ai thot maroj puna me ata, nuk sulmojmë, ai nesër më sulmon. A nuk I keni pa domethënë Amerika këta, ai thot nuk sulmojmë. Nesër më bashkë kur thot nuk sulmojmë, atëherë sulmojnë. Sepse me gjasat madhe ata I lexojnë librat e muslimanëve. Edhe I studiojnë, edhe përfitojnë. Edhe pastaj e shesin si produkt vet. Nuk ta kallëzojnë. Edhe ti ku nuk e din të vërtetën që e ke në dorën tënde, dhe që ke me tradit, dhe që ke ne ishim kështu, edhe ti mendon se shiko sa të zhvilluar janë ata. Zhvilluar domethënë me atë që e ke ti në dorë, duke ta marrë ata. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, po ashtu domethënë pushtetari domethënë nuk e tregon po ashtu, edhe kjo është pjesë e taktikës së luftës dhe strategjisë, nuk e tregon numrin e ushtarëve. Nuk e tregon domethënë numrin e ushtarëve. Barakallahu fikum. Që domethënë kjo me u shkaktu domethënë që të tremben domethënë kundërshtarët e muslimanëve. Pastaj hadithi I radhës an Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه واللفظ لمسلم. Tregon sahabiu nderuar Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një ditë kur u ballafaqua me armikun, ai priti domethënë derisa dielli filloi të anonte pas zenitit. Kjo është thot Sheikh Uthemini rahimahullah ba'da az-zawal. Edhe kjo është domethënë prej rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Zhvillim, edhe kjo është me I marr parasysh domethënë rrethanat dhe mundësi domethënë e ushtarëve, që edhe Sheikh Fuzani hafidhahullah thot, luftimi ajo që është më e preferuara të zhvillohet ose në fillim të ditës ose në fund të ditës, kur është domethënë pak më fllot. Jo domethënë në mes nxehtit të ditës, se kjo domethënë I dëmton edhe ushtarët. Ky I dëmton edhe njerëzit. Prandaj domethënë kët pushtetari e merr domethënë parasysh se ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj është quajtur në këmbë pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah ka marrë pejgamberi alayhi salatu wassalam hutbe domethënë që kanë qenë në mënyrë domethënë në mënyrë domethënë të rregull si hutbja e xumaz domethënë, edhe hutbe domethënë sipas shkakut ose nevojës. Domethënë si më thon hutbe spontane, kur ka pas domethënë për diçka nevojë. Sikurse është edhe këtu domethënë në fjalimi dhe u ka thonë o ju njerëz, mos dëshironi takimin me armikun tuaj. Fillimisht domethënë mos me dëshiru takim me armikun, por kërkojuni Allahu subhanahu wa taala mirëqenie dhe siguri. E nëse përballeni me ta, atëherë bëhuni të durueshëm dhe dijeni se xheneti është nën hijen e shpatave. Edhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam prapë është quajtur dhe ka bë dua, o Allah zbritësi I librit, lëvizësi I reve dhe shkatruesi I alatëve, mposhti ata dhe na jep fitore mbi ta. Sheikh Uthemini rahimahullah thot këtu, kjo do më thonë mos me dëshiru përballimin me armikun, kjo do më thonë nuk duhet. La yanbaghi dhalik. La yanbaghi dhalik.
Por, të çështja do më thonë se xheneti është nën hijen e shpatave, edhe thot Shekh Fuzani hafidhahullah, këtu kur formohet do më thonë hija e shpatave, kur shpatat do më thonë përzihen njëra me tjetra. Edhe kjo tregon do më thonë që shpatat e muslimanëve janë përzi dhe janë afru do më thonë shumë afër me shpatat e kundërshtarëve të tyre. Dhe kjo tregon do më thonë në vendosmëri dhe guxim. Se kjo që formohet do më thonë si lloj hije do më thonë, kjo tregon do më thonë afërsinë e shpatave. Afërsinë do më thonë e shpatave me të cilët ata do më thonë ballafaqohen. Edhe se xheneti është nën hijen e tyre. Dhe thot Shekhu Themini rahimullah, ka qenë do më thonë njëri prej sahabëve ridwanullahi alejhim, Anas ibn Nadr radiallahu anhu, që ka luftuar në luftën e Uhudit, dhe u ka thonë sahabëve ridwanullahi alejhim, inni ejidu riha al-janna duna Uhud. Unë jam të nuhatur aroman e xhennetit nën malin e Uhudit. Thumme qatel wa qutila. Pastaj luftoi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe u vra, dhe kur e kanë gjetur do më thonë ka pas mbi 80 lëndime në trupin e tij. Mbi 80 lëndime në trupin e tij që askush s'ka mujt me njoh se a është ai Anas ibn Nadr radiallahu anhu, për vetëm se motra e tij e ka njohur në bazë të gishtave. Edhe ka thënë se kjo është vllai jem Anas radiallahu anhu. Kjo po ashtu është do më thonë edhe prej hedji, prej udhëzimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, prej rrugës të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ndodh do më thonë ballafaqim me armikun, që besimtari të i lutet Allahut subhanahu wa taala. Siç ka bërë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu thotë Shekhu Themini rahimahullah se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bërë këtu tawassul ila Allah me ajat shër'ia dhe ajat kaunija. Me ajete shëriatike që është libri Allahut subhanahu wa taala dhe me ajete do më thonë universale që është për qëllimi këtu do më thonë në lëvizja e reve. Që thotë Shekhu Themini rahimullah, po të bashkohet të gjithë bota dhe të gjithë fuqitë e botës, nuk mundet të ishlinë edhe të lëvizin ato ret. Nuk lëvizin ato. Kush i lëviz ata? I lëviz Allahu subhanahu wa taala. Do thonë, ti lutesh Allahu subhanahu wa taala në ato qaste të rënda dhe të vështira, edhe të njëjtën gjë ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe në luftën e Bedrit, edhe në luftën e Bedrit. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se duaja do më thonë pranohet prej muslimanëve, sidomos do më thonë kur janë afru do më thonë në reshtat dhe ballafaqimi do më thonë me armiqët e tyre. Edhe Allahu Taala ka thonë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Do të thonë ata që kanë luftuar do më thonë në rrugën tonë, do t'ju udhëzojmë do më thonë në rrugë të drejtë dhe Allahu është me bamirësit. Dhe thotë Shekhu Themini, Shekh Zejdi rahimullah, el mujahidun hum a'immatul muhsinin. Ata që luftojnë në rrugën Allahu subhanahu wa taala janë do më thonë prijesit e ihsanit, e bamirësisë, sepse ata luftojnë që ta ndihmojnë dhe të fitojnë e vërteta ndaj të pavërtetës, sunnetit ndaj bidati, islamin ndaj shirkut. Dhe thot Shekhu Themini rahimahullah, po ashtu, se ka dallim që njeriu mos me pas dëshirë, mos me dëshiru do më thonë ballafaqimin me armikun, dhe me dëshiru do më thonë shahidllokun. Kjo ka dallim do më thonë. Me dëshiru do më thonë shahidllokun e mos me dëshiru do më thonë në ballafaqimin me armikun, sepse me dëshiru shahidllokun kjo është gjaiz. Edhe njeriu do më thonë do për vete dhe i dëshiron vetës do më thonë el-afia, mirëqenje dhe siguri.
nuk dëshiron ai për vete, domethënë luftra dhe domethënë vrasje kështu me radhë. Nuk dëshiron domethënë ai për veten e tij. Por domethënë nëse ndodh që me shku domethënë situata në ballafaqim, atëherë domethënë fasbiru, atëherë domethënë duroni. Atëherë domethënë me duru dhe t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala. Kjo ma kujtu, barakallahu fikum, ata që kanë edhe njohuri domethënë për disa sporte për shembull. Ai i ik domethënë ballafaqimit. Nuk do me u ballafaqu, a është ashtu? Ti tash si ushtron. Atë mëson ai trajneri me ik domethënë. Jo ti secili që të shikon rrugës edhe e sulmon. Jo, ai ik edhe nëse dikush i shkon atit, ai ik. Po nëse është patjetër, fasbiru. Atëherë domethënë me duru, me qenë burr. Atëherë kur është patjetër domethënë atëherë i qëndron dhe i e burr. Po nuk thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, fillimisht njeriu domethënë nuk dëshiron luftimin, ballafaqimin, sepse thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, qad la tasbir, ndoshta nuk do jesh durimtar. Ndoshta nuk do mundesh domethënë me duru deri në fund. Ndoshta nuk do mundesh, nuk je i gatshëm domethënë me duru domethënë deri në fund. Kurse sahabët ridwanullahi alejhim kanë qenë pikërisht ata domethënë që kanë duruar deri në fund dhe ato shigjeta domethënë dhe shtizat i kanë ballafaqu ose i ka domethënë i kanë përballuar me gjokset e tyre. Jo domethënë me shpinat e tyre. Dhe i pari në radhën e parë, në rreshin e parë, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo te fjala e pejgamberit alaihi salatu wasalam këtu se wa idha laqitumuhum fasbiru. E nëse ballafaqoni domethënë atëherë duroni, qëndroni domethënë. Pastaj përmendet domethënë se xheneti është nën hijen e shpatave, thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, se kjo xheneti është nën hijen e shpatave, është domethënë në lloj nxitje dhe motivim që me qëndru domethënë. Duke e ditur domethënë se çfarë shpërblim të pret. Duke e ditur domethënë se çfarë shpërblim të pret që të qëndrosh. Sepse çështja e vdekjes është patjetër, thotë Sheikh Fuzani. Edhe nëse dikush ik nga fush beteja, edhe nëse ik domethënë ka me arritur domethënë në vdekja. Edhe në fund të pjesa domethënë ku pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë Allah zbritsi librit deri në fund të hadithit, thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah këtu se kjo është argument që muslimanët nuk mbështeten në fuqinë e tyre ose në numrin të madh që kanë ata. Por ata gjithmonë, a numër të madh, a numër të vogël, kthehen tek Allahu subhanahu wa taala duke qenë të përulur dhe duke e shfaqur veten si nevojtar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sepse çështja thot këtu Sheikh Fuzani nuk sillet rreth numrit të madh, por çështja sillet domethënë rreth besimit dhe sinqeritetit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë domethënë e bënte një gjë e tillë që i lutesh Allahut subhanahu wa taala në situata të tilla, siç është shihet te ky hadithi dhe po ashtu edhe në luftën domethënë e Bedrit dhe në fushbeteja domethënë të tjera. Edhe thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah që nuk duhet njeriu me u mbështet në numrin të madh dhe në fuqinë që e ka, është se Allahu Taala ka thënë: "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah." Sa grupe të vogla me dëshirën e Allahut kanë triumfuar ndaj grupeve të mëdha. Kanë triumfuar, domethënë ndaj grupeve të mëdha. Dhe Allahu Taala thotë: "Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin."
Domethënë, edhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahniti numri juaj i madh, i cili nuk ju vleti asgjë, dhe me gjërsinë e saj që e kishte toka u ngushtua për ju. Pastaj ju zbrapstët. Edhe thot po ashtu e përmend Sheikh Fuzani hafidhahullah fjalën Allahu subhanahu wa taala in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhilkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nëse ju ndihmon Allahu, s'ka kush të ju mposht. E nëse ju le pa ndihmën e tij, kush është ai që do të ju ndihmoj përveç tij? Pra vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Pra, thot Sheikh Fuzani hafidhahullah, an-nasru bi yadillah. Domethënë fitoria është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk duhet njeriu domethënë të mahnitet nga numri i madh ose fuqinë domethënë që posedon, qoftë ajo domethënë pajisje ushtarake ose edhe numri i madh domethënë i ushtarëve. Sepse ata janë esbab, domethënë. Edhe me kaq jemi në fund edhe këtij hadithit dhe mjaftojmë domethënë me kaq për sonte. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimullah këtu që çështja e lutjes domethënë që njeriu të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala dhe të lutet dhe të jetë këmbgulës në lutjen e tij, edhe nëse ndodh që domethënë përgjigjja e lutjes të vënohet. Ai nuk duhet asesi domethënë të jetë domethënë ta humb shpresën. Dhe me thënë da'autu, jam lutur domethënë dhe nuk më është përgjigjur lutja ime, se kjo mundet me qenë pikërisht domethënë prej pengesave të përgjigjes. Por besimtari domethënë vazhdon të kthehet dhe të lutet Allahun subhanahu wa taala duke qenë i bindur domethënë yaqin me pas domethënë bindje të fortë që kam i ardhur atij domethënë përgjigja nga Allahu subhanahu wa taala. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.